keni shpresuar shumë tek vota e diasporës. Në fakt, rezultoi që diaspora nuk votoi për Partinë Demokratike. A ka Sali Berisha një shpjegim për këtë? Në fakt, diaspora ka votuar masivisht për Partinë Demokratike. Por siç keni pa ju, kutit e votave dhe votimi i tyre është fund e krye manipuluar, një lloj si në Korenë e Veriut apo në diktaturën hoxhiste dikur. Diaspora ka votuar dhe të garantoj që diaspora kundër narkoshtetit do të dëgjoni ju, do të thotë fuqishëm fjalën e saj, sepse përdhosja që dhe shkelmimi që ju bë vullnetit të lirë të shqiptarëve në Europë do marrë përgjigje shembullore, por nga shqiptarët jashtë vendi. Pra, ata të cilët menduan se mund të tallin diasporën me kuti të llojit Koreut Veriut, ata do marrin një përgjigje ekzemplare nga diaspora. Zoti Berisha, keni një koment për përplasjet e eksponentëve të Partisë Demokratike me gazetarët gjatë protestës? Tani, me që më pyet.